Motër e nderuar, mos e lëndo bashkëshortin tënd. E dashur motër, padyshim që ndoshta është e pakapshme për logjikën tënde kur dikush të thotë se mos e lëndo bashkëshortin tënd. Pasi që dëgjojmë, shohim rrëthime të ndryshme që zakonisht bashkëshortët i lëndojnë gratë, i torturojnë, i rrafin apo siç kemi parë edhe i vrasin. Jo, nuk është njeti apo qëllimi aty, e nderuara motër. Motër e dashur, mos e lëndo bashkëshortin tënd. Ti je shtylla e shtëpisë. Ti je personi që familjen e ndërton mbi baza të shëndosha fetare dhe kombëtare. Gruaja mirë, shtëpia mirë. Gruaja ndeshme, shtëpia ndeshme. Nëse shtëpia ka diçka të bukur, atë e ka bërë gruaja. Nëse shtëpia është e pastër, atë e ka bërë gruaja. Nëse fëmia është i edukuar, i shkolluar, i urtë, i sjellshëm e i ndershëm, atë e ka edukuar gruaja. Jo pse burri apo bashkëshorti nuk e edukon, por që obligimet e tija ditore që i ka nuk ka kohë shumë të mirët me familjen. E atëherë, bara bie mbi nënën apo gruan apo bashkëshorten. Motër e nderuar, shumë burra ndihen të lënduar nga sjelljet e grave të tyre. Shumë burra janë të mërzitur, flenë të mërzitur dhe zgjohen të mërzitur nga sjelljet agresive të gruas, nga kërkesat e shumta të tepërta e jashtënormales të gruas drejtuar bashkëshortit të saj. E që kostoja, mundësia ekonomike është shumë e pakët dhe e vogël në krahasim me disa kërkesa që i bëjnë disa gra, disa motra. Ky është lëndim për bashkëshortin tënd, sepse ai dëshiron që çdo kërkesë që ti e ke ta plotësoj, sepse të don me shpirt, por mundësia e tij ekonomike nuk e përfshin mundësinë tënde, kërkesën tënde që ti e ke. Motër, mos e lëndo burrin tënd duke u sjell ashpër me të, duke kërkuar gjëra të shtrenjta, qoftë nga garderoba, tekstili, qoftë nga gjërat në shtëpi apo në jetën e përditshme që i bën. Kërkoje gjithmonë mesataren, motër e nderuar. Mesatarja mes teje dhe bashkëshortit ju bën të lumtur të dy. Nëse ti kërkon më shumë se diçka që është e mundur nga bashkëshorti, ti e lëndon bashkëshortin tënd. Nëse ti zgjohesh e padisponuar, nuk sillesh mirë qysh në mëngjesin e hershëm, bashkëshorti është i hidhuruar, shkon në punë me fytyrën tënde të hidhuruar, sepse do t'i kujtohesh gjatë gjithë ditës se gruan e kam parë të hidhuruar dhe nuk është sillur siç duhet. Motër e nderuar, mos e lëndo burrin tënd duke mos u sill mirë me nënën dhe babain e tij. Respektoja familjen e tij. Motër e nderuar, mos e lëndo burrin tënd duke lakmuar në diku tjetër. Mos e lëndo burrin tënd duke lakmuar në jetrat e të tjerëve, duke thënë se ky çift apo ai çift është më i lumtur se ne. Jo, të gjithë kanë probleme, dikush më pak, dikush më shumë. Ndoshta dikush ty të lakmon për jetën tënde bashkëtorë, e ti në anën tjetër, po lakmon dikën tjetër që ai apo ajo po kënaqet më shumë se sa ti me burrin tënd. Kjo e lëndon burrin tënd. Motër e nderuar, mos e lëndo bashkëshortin tënd duke ia kthyer fjalën e mirë me të keqe. Kur ai ta shpreh dashurinë në ndjenja, në shkrime, në poezi apo në përqafime, mos ia kthe më të keqe. Mundohu të afrohesh afër tij, mundohu që ndoshta ti nuk je disponueshme, nuk je në dispozicion që të njëjtën ndjenja, të njëjtën dashuri që burri ta shpreh apo ta thotë t'ia thuash edhe ti. Por ai ka qenë në punë, i ke munguar për orë të tëra dhe ato orë të tëra që i ke munguar, ai dëshiron t'i plotësoj duke të dashuruar. Mos e lëndo burrin tënd kur ai futet brenda dhe ti nuk lëviz nga vendi ku je. Mos e lëndo burrin tënd kur ai pret nga ti t'ja bësh një copë kafshate darke, sepse ka qenë në punë shlodhur, e ti rri në shtëpi dhe i thush po, blej dikun tjetër. Mos e lëndo burrin tënd kur ai vije të përçafon ty dhe fëmijët e tu, e ti nuk je pas pak buzëqeshje. Mos e lëndo burrin tënd duke qenë e shtrirë pa lëvizur fare dhe ai detyrohet ta qet një kafe, një çaj për vete sepse ka punuar me orë të tëra. Ky është lëndim për bashkëshortin tënd. Andaj motër, mos e lëndo bashkëshortin tënd.